Landi ka sqaruar një herë mirë zërat për një mbështetje preferenciale të opinionistes Monika Kryemadhi ndaj banorit Miri në Big Brother VIP Albania. I pyetur nëse Kryemadhi e ka mbrojtur Mirin për shkak të njohjes së tyre jashtë shtëpisë, Landi e ka konfirmuar duke thënë: "E ka mbrojtur, mund të thosha objektivisht Mirin. Nuk e ka futur në sjetull, tashmë dhe hajde ta përkëdel", është shprehur ai gjatë intervistës. Pjesë nga intervista. Landi: "E ka mbrojtur, mund të thosha objektivisht Mirin. Nuk e ka futur në sjetull, tashmë edhe hajde ta përkëdel. E ke parë mbrojtje objektive?" Landi: "E kam parë objektive edhe në raste të caktuara, kur Miri ka ndërhyrë me një fjalë, i ka thënë: Miri, këtu e ke mirë, apo edhe në momente të caktuara kur ka qenë për ta korrigjuar, e ka korrigjuar. Pra ti mendon që nuk ka një njohje të shtuar për shkak të njohjes suar jashtë?" Landi: Jo. Pra nuk ka një njohje të ngushtë tënde të Mirit me Monikën? Landi: "Po nuk besoj se do ndikonte dhe do ishte e paqënësishme. Ajo që është në bazë të një opinioni, në bazë të një rasti specifik dhe objektiv. Pra, nuk e kam mbrojtur Mirin për diçka që s'ka bërë, edhe ti provoj të kundërtën." Landi e ka shpërndar gjithashtu edhe në Instagram intervistën e tij ku shkruan: "Përgjigjja është, po, Mona e mbron Mirin objektivisht e jo për shkak të njohjes dhe Miri nuk është banori i preferuar i Monës. U çuditët? Po? Jo? Nejse, Miri dhe vetëm Miri." Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.